Përshëndetje të nderuar miq, ditën e sotme do të zhvillojmë një bisedë me historianin Arben Dhalla për një denoncim që ka bërë pak ditë më parë në rrjetet sociale. Zoti Dhalla, përshëndetje edhe faleminderit. Përshëndetje juve. Ju pak ditë më parë shkruani një postim në rrjetet sociale të shoqëruar edhe me foto, edhe të personit në fjalë, një qytetar shqiptar nga Korça i veshur me veshje ushtarake duke ngritur flamurin grek, madje tek foto që ju keni postuar edhe nga shtëpia e tij shfaqet bashkë me jo vetëm simbolet, por edhe me armë të ftohta. Ju keni krahasuar duke krahasuar me rastin e 2018-s të Kostadin Kacifasit në Bullarat, i Gjirokastrës, duke e cilësuar si një Kacifas numër 2. Por çfarë fshihet pas këtij rasti? Kush e shtyn këtë? Kush është ky person? Pra pyetjet janë të shumta, ashtu sikur i ngrini edhe ju tek postimi juaj, ndërkohë që nuk kemi dëgjuar diçka konkrete, ndonjë reagim nga institucionet apo nga shish që ju i tërhiqni veshin po në këtë postim. Është çudi, po them që është rasti i dytë kaq hapur, se ka dhe shumë raste, po ky është një rast i krahasuar me Kacifën, me Konstantin Kacifës, kaq ekstremist, ka shumë gjëra të përbashkëta sepse dhoma e tij, domethënë është e drejta e tij tek e fundit, por pasqyrimin në internet me video, dhomën e tij të gjumi me 3-4 flamur të mëdhej grek, me fika, me veshje ushtarake greke, me armë, me fishek ato që i paraqet në adresën e tij zyrtare të Facebookut, na çon mendojmë se quhet një Kacif numër 2. Ajo që është interesante është një njerëz që është në një moshë të pjekur tashmë, nuk është si Kacifa i ri, për shembull 35 vjeç që kishte i diçka dhe ishte minoritar grek. Ky është shqiptar ortodoks nga Korça, domethënë mund të jetë 100 vjeçar, 150 vjeçar, familja e tij në qytetin e Korçës, një njerëz që është 54 vjeç, babai i dy djemve që djemtë ka nga 30 vjeç, nga 28 vjeç, dhe tash këtë njerëz, prej kaq vitesh të krefi i themi ne kufirin greko-shqiptar me veshje ushtarake të ushtrisë greke, sepse veshjet ushtarake dallojnë në lulet e tyre, siç i ka Greqia veç, Shqipëria veç, apo Amerikanët apo Gjermanët, dhe të thotë rrof Greqia, për ty Greqi unë vdes, jam gati për luftë. Pyetja lind, ky është një shqiptar, domethënë me kombësi, me shtetësi, me të gjitha. Çfarë i shtyn individ të tillë që her pas here të provokojnë, sepse ne kemi treguar që ne nuk kemi probleme me flamurin grek apo flamur qoftë serb apo qoftë çdo lloj flamuri, ne i respektojmë pesë sa dhe Tiranën qeveria shqiptare e mbushi këtej mase me flamur grek, sikur ishte festë e Shqipërisë dhe jo e Greqisë, që gjë që nuk ndodh në vende të tjera, që edhe në Greqi nuk ndodh për festën e një shteti tjetër. Dhe kjo është çudia që një korçar, po e them dhe emrin, quhet Vaso Lako, i djali i Xhorxhit, korçar, shqiptar, ortodoks shqiptar, të bëj këto veprime të tilla në kishën e Shën Ilias, në malin e Mavrovës apo afër mbi fshatin Mborje, her pas here të provokojnë në faqen e tij të Facebooku me fotografi, me gjëra të tilla. Nëse ai ka një dashuri të madhe për Greqinë, mundet këto dashuri ta shprehë në territorin e Greqisë, me veshje ushtarake greke brenda Greqisë, po jo brenda territorit shqiptar, sepse ne e marrim si provokim, duke ditur që Greqia si shtet mban ligjin e luftës me Shqipërinë, ku Greqia si shtet ka pretendime territoriale ndaj Shqipërisë, ku Greqia antar e BE-s dhe e NATO-s nuk njeh kufirin detar dhe kufirin toksor me Republikën e Shqipërisë, ku Greqia ka bërë në 49-ën provokacion të Gushit Konkor që janë vrarë shumë shqiptar, ushtar shqiptar dhe familje fshatë që janë ndjekur në atë kohë, pa folur për masakrat e 13-ës, 14-ës, të 41-shit, të 40-ës. Zoti Dhalla, ju e bët një profil të personit që i thatë edhe emrin që më iku për momentin, por a ka diçka tjetër që fshihet që mund ta ketë shtyr këtë, apo është thjesht ndoshta diçka nga brenda? Unë mendoj që këtë Vaso Lako vejere, është i shtyr, sepse veprimet të tilla ekstremiste, nëse shteti shqiptar do të funksionojë si një shtet demokratik, me ligje dhe kushtetuta demokratike, ai duhet arrestohet, të merret në pyetje dhe të dënohet, sepse kemi të bëjmë me shkelje të propagandës së sovranitetit të një shteti, në këtë rast Shqipërinë. Ti nuk mundet flamurin e çdo shteti apo qoftë këtë rast Greqisë ta ngresh vend e pa vend. Mund ta mbash flamurin e Greqisë në shtëpinë tënde, mund ta nxjerrësh në balkon në ditë festi që ka Greqia nëse ti je i njohur si pakicë kombëtare greke, apo diun vlehe, apo diun bosnjake. Legislacioni jon nuk e lejon.
Po, nuk e lejon që në çdo vend tjetër sot neve, flamuret e Greqisë, dhe vende tjera, dhe Serbisë, dhe të Maqedonisë, dhe vende tjera Bullgarisë, më varen në pikat tona të benzinatave apo të hoteleve apo plazheve, domethënë nuk është problem. Po jo ti në për brezin kufitar greko-shqiptar, me veshje ushtarake greke të ushtrisë greke, me thika të nxjerrë, me ato fishekët, me atë armën të nxjerrë që atë dheu im, atë dheu ati të realisht është Shqipëria, se i ka linë Shqipëri, babai ati ka linë Shqipëri, gjyshja ati dhe stërgjyshja, gjithë këto, fëmijët e tij, gruaja e tij, domethënë mos i hym familjes që është me rrënjë të pastër shqiptare, do thuash jam gati për ty Greqi të vdes në luftë. A është gati luftë për të vdesur në Greqi? Le të shkojë atje në Kipro, në administratën greke dhe le të provokojë turqit dhe ta shohim sa i vlen atit. Po na ka gjetur neve të butë një shtet i brisht, kemi ul shpinën, qoftë dhe Korçë një qytet kulturor që asnjëherë nuk ka pas provokime të tilla, korçarët janë me kulturë, me njerëz të qetë, miqdasësh ku i themi, dhe vetë provokon. Po të shikoni, në historikisht shumica e këtyrve që provokojnë Shqipërinë dhe shqiptarët, nuk janë minoritar grek nga Dropulli apo nga Saranda. Janë familje shqiptare ose familje pak greke që kanë qenë përsekutuar në kohën e Enver Hoxhës dhe kanë ato inatet personale, se nëse sistemi Enver Hoxhë i ka vrarë ata dhe i ka burgosur, nuk është faim dhe joti dhe i gjithë shqiptarëve, se dhe ne jemi burgosur dhe jemi pushkatuar nga sistemi Enver Hoxhë, pra nuk është faji jon. Dhe kanë bërë hetime për shumë elementë të tillë, dhe Himariot, edhe Sarandët që janë shqiptar, po dhe Korçar, edhe nga Voskopoja, që kanë një urrëtie ndaj shqiptarëve. Kjo urrëtie buron nga persekutimet që ka bërë sistemi i Enver Hoxhës në atë kohë, që ne kemi dënuar të gjithë, kemi demokraci. Prandaj them që janë element tepër të smur psikikisht, duhet ta quaj këtë rast, dhe këtë vason që herë punon shofer kamioni, herë punon hidraulik, çesmaxhi, edhe ky nuk ka ndonjë kulturë, por e ka tepruar me ato publikimet e tij në faqen e Facebook, sepse nxit urrëtien etnike dhe urrëtie fetare, duke fotografuar në përkryqet mëdhej dhe gjigant, që janë vendosur në malin e Moravës apo në mbi fshatin Mborje. Mund të flasim për një rast të izoluar ndoshta, apo edhe mund të jetë shtyhet për ndonjë provokim nga ndonjë faktori jashtë? Nuk është rast i izoluar për arsye se nuk është i vetmi. Janë disa. Para disa vitesh kishim Kacifën. Para Kacifës kemi pas një Lefter Prifti nga Piluri. Pa i u mbyll, edhe arrestu njerë, e këshilluni, ja troqën veshin strukturat e Shqipërisë, edhe i hupi, ka hupur as adres TikTok, as i gjë, ka 7-8 vite, dhe ne themi ku vajti ky Lefteri pa flok, që merrte edhe ky visheshe ushtarakish me flamur dilën kalane i Marës, po e them Lefter. Po ashtu dhe Mondi Kolila, që është ikur një arratisur që është dënuar për këto vepra 8 vite burg, është i dënuar. I Mariot edhe ky shqiptar, ka një inat personal se i ka vdekur kunati në 2011 në Himar në aksident me makinë, nga një makinë shqiptare, dhe fajni e gjithë kombit shqiptar. Pra këto gjithë kanë probleme psiqike. Pra për vdekjet e tyre fajnë e ka nëna Shqipëri, e ka flamuri shqiptar, e kanë shqiptarë fajnë. Zoti Valla, mund toni diçka siura në dorë, pra videoja, profili i tij, pra ishte diçka që u egzagjerua shumë aty dhe bëri buj, apo si rap në gjurmë? Ka qenë rastisht, më dërguan me një SMS nga një numër grek këtë cënimi. Para 5-6 ditësh, drejtuesi lart i Omonjes, Korçës, ande jashtë ku rinë, më kërcënonte, edhe unë thash, po ky kush është, çfarë ka ky njeri me mua? Më çonte në Facebook, me emër me mbiemër, edhe e paralajmërojmë, o zotri, dhe me çfarë ke? Tha, mbyllë gojën, tha, me SMS, e kam dhe SMS-ën, se ne tha të shkelim, tha. Edhe i hyj pasaj hulumtime të këtij tjetrit, që është në Athinë, nuk kisha punë me këtë. Duke hyrë këtij tjetrit, gjej shok Facebook, biseda, like, pëlqim me shpërndarje, dhe thash, po ky tjetri. Pra nga ky Qiriakoja, i Ersekës dhe ky shqiptar, nga Kolonja ande, që më kërcënonte pa patur probleme, bile kohët e fundit kam një muaj që marr shumë SMS kërcënimesh me Facebook e falso me këto, po harroni diçka që teknologjia është shumë zhvilluar. Dhe çdo pjesë e TikTokut falso dhe Facebookut, ai që merr vesh dhe ka këtë zbulohet shumë kollaj. Duket sikur jeni mësuar me këto prej vitesh. Po, që kur ashtu jam bërë tani, por më vjen i natë se unë nuk ofendoj kërkënd, nuk kërcënoj kërkënd, ka shumë që kërcënime, dhe njëherë përsëris 9% nga shqiptar që janë vasal të Greqisë ortodoks, jo minoritar, domethënë përkundrazi. Ne kemi martesa të gjithë me minoritetin grek, jemi të përzihen shumë dhe
Ishte një pyetje një greku dje në Facebookun time ka shkruar, hajde tha të vritemi me njëri tjetrin, tha se jemi kushërinë, tha shqiptar, tha grek, tha vëlle, tha hajde tha të vritemi, tha po pastaj çfarë bëhet, tha do vrasi një pidajë, tha ishte pyetje interesante, një greku dhe një herë përsëris nga Greqia. Sepse Facebooku im vëzhgohet shumë rënd, sepse është si një Facebook gazete, edhe nga Maqedonia, edhe nga Kosova, edhe nga Serbia, edhe nga Greqia, vëzhgohet shumë dhe më jep ato dhëna sepse në cilë shtet, cila adresa është, se është zyrtar dhe nga cili vëzhgohet. Pra çdo gjë është monitoruar, ashtu që jam dhe unë i vëzhguar dhe nuk bëj gjëra të fsheta. Institucionet ju kanë kontaktuar për identitetin e këtij personi, pra që Vaso Lako që më thatë? Institucionet e Shqipërisë për fatin e keq janë gjumë për mua. Se po të isha ashtu ato direkt, ai që kur e kam botu unë do ishte mbyll adresa e Facebookut, sepse ka qaste të tillë shteti shqiptar, krimi Kim Bekeri si quhen këto, që janë të ndjeshëm bota, ku Maqedonia funksionon shumë mirë krahasim me Shqipërinë. Maqedoni një gjë e tillë, për 4 orë je i arrestuar, shkon në gjyq, edhe mbyllet adresa e Facebookut e të gjitha. Maqedoni. Domethënë është një shtet, prej 15 vitesh që e di unë, paqe interneti, TikTok e këto i vëzhgon shumë dhe janë shumë të ndjeshëm në krahasim me një plagosje. Më shumë dënohesh për ofendime të tilla në Facebook edhe ka shumë dënime se sa këto. Kurse Shqipëria, jo, ne jemi kështu me 7 dyer, hymë dalim bile një pjesë e mirë e shqiptarëve tanë të varfër në ekonomi dhe në kulturë dhe në shkollime janë të gatshëm të bëhen grek, serbe, vetëm shqiptarët mos jenë, po unë i them nëse s'doni mund të marrin valixhet ikim. Boll kemi shqiptarë në Kosovë dhe në Maqedoni janë të gatshëm të vinë këta në Shqipëri. Zoti Valla, përpos kësaj, ju në një postim tjetër shkruani që kisha greke kërkon 8000 varre në Shqipëri dhe sipas asaj që ju shkruani, sipas tyre është ky momenti ose kur? Sot dje ka qenë realisht një artikull në një gazetë printuar Politico, edhe në disa portale gazetareske në të Janinës të Epirit që themi në Çamëri, të një prifti të lartë që gjithmonë merret vëzhgues edhe është çdo 2-3 ditë me analiza rreth Shqipërisë, priftë, njëri që duhet predikoj dashurinë për Zotin, paqe për njerëzimin dhe thotë ne kemi hapur vetëm 1200 varre në Shqipëri, patjetër Shqipëria duhet i hapi 8000 varre të barës dhe këto. Dhe ne duhet i sjellim dhe duhet i gjejmë ato kockat ku na rrin nëpër kapanone, ku na rrin nëpër tenxhere, kazana, që sjellme edhe 8000 varre kërkojnë grekët. Nesër mas 8000 do kërkojnë 15000, por mirë është që kërkojnë dhe Perandoria Osmane ja 100000 varre, 200000 varre, serbët po ashtu, gjermanët, italianët dhe mirë Shqipëria. Jeni historian, po ai shumë kanë rënë këtu. 8000 realisht është ushtria greke që ka marrë pjesë në luftën italo-greke të 40-41, është ushtria komplet. Të vrarë janë rreth 6000. Por këto 6000 nuk janë vrarë vetëm në Shqipëri, janë vrarë dhe në Greqi, ose janë plagosur në Shqipëri dhe kanë vdekur në Greqi. Por siç e dini, Greqia mban ligjin e luftës dhe këto varre dhe në kushtetutë ka aty ku ka varr ushtari grek, shtok greke, sepse ai ka rënë për çlirimin e motrës vogël vori periudhë, kanë dhe në kushtetutë, kanë dhe në kushtetutën e Greqisë dhe në kushtetutën kishtare, se kisha me shtetin janë një në Greqi e kanë që neve duhet ta shërojmë vore e pirin, prandaj nuk e heqin ligjin e luftës. Në moment që bie ligji i luftës, nuk ka asnjë problem me luftë Shqipëria dhe me Greqinë, do jenë paqe gjithmonë. Është ky ligj që rrisi një angjar mbi kokat e shqiptarëve, që kur i teket Greqisë, thotë ne jemi në luftë bashkë, ne s'kemi ushtri si Shqipëri, ato po janë të fuqizuar dhe aleancët që i kanë me shtetet e tjera siç është Kipria, Izraeli apo Franca. Por nuk besoj përsëri në një luftë greko-shqiptare. Nuk dua që ta besoj, edhe mund ndodhi. Se ato janë të gatshëm, ato stërvisin ushtrinë në kufirin në brezin shqiptar-grekun, nuk kemi ushtri fare në atë brez, atëherë ata janë gjithmonë 24 orë për këtë gjë. Por unë po e them, çdo ushtri që do fusi hundët, qoftë dhe Shqipëria ta sulmoj Greqinë, apo qoftë Serbia, Kosovë këtej, do shkatarohen, sepse bota nuk merret më me çështjet tona ballkanike, me grindavece, po na quajnë grindavec BE-ja, prandaj nuk dua që ta besoj. Do ndalem prapë tek ajo që shkruani, nuk dihet çfarë ndodh sepse ju shkruani që ndoshta shembet NATO dhe BE-ja krijon ushtrinë e saj, ndërkohë që në NATO mund të mbesin vetëm vendet e Ballkanit, kështu që nuk dihet çfarë ndodh me këto lëvizje e shpejta gjeopolitike. Është një projekt dhe ide që po diskutojnë eurodeputetët e Bashkimit Evropian, generalët e tyre që të krijojnë një ushtri të BE-s, ku do lëvizin lirshëm, për shembull ai ushtari francez do lëvizin në Rumani, apo Rumania do lëvizin në Greqi, apo Greqia në Bullgari, në këto vendet pa kufi, domethënë dhe ushtria të lëvizi, po më shumë të përqendrohet në brezin kufitar me vendet pro-ruse dhe Rusin.
sepse ata janë bashkë dhe nuk kanë frikë nga njëri tjetri, domethënë Bullgaria, Greqia, po marrin Ballkanin, që na vjen Hungaria e Rumania këto. Dhe kushti është në diskutim me Sipër që vendet duhet të çantarsohen më tej nga NATO, sepse nuk mundet të jesh dhe në NATO dhe në ushtrinë e Bashkimit Evropian, që është ide ende, po rrafin mendimet këta të BE-s, dhe Shqipëria mendoj se është e logjikshme që interesi i Shqipërisë është aty ku janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Interesi i Shqipërisë, mendimi im, dhe mbetem tifoz që Amerika mbetet i vetmi vend i parë, mbetet strategjik, mik, që na ka ruajtur, na ka ndihmuar në momente të caktuara, po ashtu është dhe Italia në momente të caktuara, pa edhe Turqia si një shtet që gjithmonë i ka ndetur anxhari turk kokave greke kur kanë dashur dhe në 97-ën, po dhe në 68-ën, që të hyjë në Shqipëri, dhe është e thënie Çillerit, ish kryeministrës së nderuar të Turqisë, që i tha, nëse ju hyni në Shqipëri, ne për 24 orë jemi në aftim. Dhe e bëjnë turqit këtë gjë. E bëjnë sepse ata kanë një ligj lufte me Greqinë të vitit 1995. Zoti Valla, për ta mbyllur me Greqinë, si po lëviz tani, kush është ajo pjesa e padukshme asaj që ju thatë kisha dhe shteti janë bashkë, për këtyre të dukshmeve? Pjesa e padukshme janë gjithmonë zyra e informacionit propagandës dhe Ministria e Informacionit Propagandës në lidhje me Ministrinë e Arsimit dhe të Fesë, të cilët krijojnë në çdo parti fusin deputetët e tyre të inspektorëve të zbulim kundër zbulimit, që kanë një politikë dhe ata i luajnë gurët. Pjesa më e madhe e deputetëve janë kukulla, dhe prandaj që janë të unifikuar ndaj çështjes së jugut të Shqipërisë, që ato e thonë Vori e Pirit, apo çështjes së Kipros që administrohet nga grekët dhe Kipra që administrohet nga turqit. Ata janë ata që i luajnë gurët, të tjerët janë thjesht kukulla, janë shumë të rrezikshëm, nuk janë pro-shqiptar, janë të stërvitur në atë formë, dhe ushtria që dihet e pristrimeve greke gjithmonë kanë meshuar në kishat e tyre një urrëtie ndaj popullit shqiptar, ndaj Shqipërisë, dhe akoma vazhdojnë. Po ta shikoni gjithmonë Priftrinë, edhe në masakrat e Çamrisë janë udhëhequr nga Priftrinë, mitropolit dhe kryepeshkop, me kujdes çështja Çame dhe masakrat janë udhëhequr direkt në terren nga kryepeshkopi i Greqisë dhe mitropolit dhe Priftrinë të tjerë. Zerva ishte mbas atyre, pra. Tojnë mesazhin që kisha është që ka udhëhequr, po dhe në masakrat e 13-ës dhe 14-ës në Gjirokastër dhe ku shpall autonomia e Vori e Pirit, kemi 2 mitropolit që ata me thika me ashtu ishin dhe ministrat e ta shquajtur qeveria autonomisë Vori e Pirit. Zoti Valla, duke qenë se ju e ndihni edhe jini jo vetëm gjumë, por dhe aktualitetin politik dhe zhvillimet në Greqi dhe i ndihni, ashtu sikur në gjithë rajonin, a ka një pjesë në politikën greke që nuk është ekstremiste, pra në raport me ne dhe me gjithë të që folëm, pra nuk ka këto synime? Ka një pjesë, po ato janë zë të mbyllura, të izoluara, që dhe mediat greke nuk i nxjerrin. Ka populli grek dhe njerëz thënë shumica populli grek është paqëdashës, i do shqiptarët dhe Shqipërinë, sepse kemi martesa rreth 30.000 apo 50.000 miks vetëm me Greqinë, nuk po flas me minoritetin grek që jeton në Shqipëri, me pakicën kombëtare greke që njihet zyrtarisht. Por janë zëra të mykura, gjithmonë ka njerëz paqësor, kurse nga shqiptarët ne nuk kemi ekstremist. Edhe mua më quhen ekstremist grek për arsye sepse ti na shan vetëm neve. Unë nuk shaj grekët. Unë kritikoj ata zëra ekstremist, nacionalist që duan luftë dhe nuk e duan miksim greko-shqiptare. Po ta shikoni, nuk ka shqiptar që të kërkojë ndryshimin e kufisë me Greqinë. Po kërkojnë zgjidhja e çështjes Çame paqësore, themi, rikthimi i Çamëve të Çamrit marrin pasuritë e tyre, edhe një falje e atyre pjesës ushtrisë greke që morën pjesë ndaj masakrave që bën gjenocid, pastrim etnik bën në Greqi, dhe kjo është e njohur. Ka shumë historianë dhe deputet grek që thonë pastrim etnik ka pasur ndaj shqiptarëve musliman në Çamëri. Për ta lënë këtë çështje, edhe pse problemet vazhdojnë të jenë të hapura, zoti Valla, para pak kohësh, disa muaj më parë, kur gjërat ishin grur, edhe fush me lule në qeverinë Tiranë, ju në një bisedë aso kohë më thatë që Elisa Spiropali shikon drejt për të marrë drejtimin e Partisë Socialiste. Ndërkohë që gjërat rrodhën shumë shpejt, kishim një përmbysje të papritur, edhe një përplasje në mbledhjen e grupit parlamentar të zështunës së saj me kryeministrin Edi Rama. Edhe duket sikur kjo, nëse mund ta themi si profecie juaja, doli për synimet e saj, ose që kjo do ta sillte këtë. Për fat keq ne shqiptarët përgjithësi ku zgjedhemi kryetar,
qoftë të klubeve sportive, federatave, apo diun të sindikatave, apo të kryeministëve, ne kryetar partish ne nuk zbresim nga Kali, siç ka thënë ndjeri Namik Hoti një herë hypi dhe ngomar në Kali në Tiranë, duke ditë 94-95, ka qenë në faqen e parë një gazete, vetëm me pushk apo me plumb shqiptari zbret nga Kali. Pra, jemi të sëmur, përveç që them disa njerëz të veçantë, që gjentilmen kanë dhënë dorëheqje si kryetar partish me ndere kështu, edhe zoti Rama nuk jep dot vdes si kryetar partie, që bën gabim, sa më shpejt ai t'japi dorëheqje të tregohet nga politika, aq më të lehtë ka fajin, qoftë në këtë botë, po qoftë në jetën tjetër kur të gjithë shkojmë, kur ndrojmë jetë. Pra, Spiro Pali ishte piketuar për kryetare e PS-së edhe si gjiniv femrove, edhe si imazh, edhe si kulturë, edhe si kështu. Edhe përsi 2-3 herë që kam thënë dhe për Erion Velin para atë vit, mas një muaj e saj u arrestua. Edhe tani po them, brenda 15 ditë zoti Rama do kaloj disa kriza të rënda, ndërkombëtare, jo brenda. Brenda 15 ditëve. Po, dhe nëse këto kriza i te kalon, janë shumë vështira, ai do mbijetoj edhe sa të tjetën kryeminist apo presidenti i Shqipërisë, sepse do krijohet një diktaturë demokratike apo një demokraci e rrethuar që do të vijë nga Rama. Janë 15 ditë vështira për zotin Rama, ata njerëz që merren me ndërkombëtarët që kanë njohuritë dhe lidhjet e tyre, prandaj unë them jashtë politikës, është më mirë të jesh jashtë politikës duke ditë, sepse kur je në politikë nuk je vetvetja, je një lodër në duart të mëdhenjve. Prandaj edhe unë s'jam marrë me politikë që nga vitet 2002-2003, se kam qenë pjesë atëre, kam pasur njohuri të thella, edhe kam qenë me fat që kam mbetur jashtë edhe shumë mirë kam bërë, por më në 15 ditë zoti Rama që sot do ketë disa stuhi të brendshme që nuk do duken në mediat apo këto, sepse ata janë të mëdhenjtë e botës që e sollën Ramën, ata do i thonë që je bërë karagjoza, je konsumuara, do i thonë disa gjëra që ai duhet largohet. Nëse ai nuk e bën këtë, atëherë nëse ato garantojnë që rashuhet, do jetë i përjetshëm, derisa të jetë gjallë, do jetë kryeminist. Për fatin e keq të shqiptarëve në Shqipëri që jetojnë dhe nuk shihet më dritë në tunel për arsye se PD-ja nuk e ka forcën e saj të ndryshimit, populli më shumë është indiferentizëm dhe do votojnë vetëm pjesa e njerëzve të servilizmit dhe pjesa e njerëzve me ideologjik të PS-s për shembull, si dhe edhe pse PS nuk ekziston, nuk ka, sepse gazeta PS-s e mbylli Rama, ngjyrën e PS-s e ndroi Rama, i hoqi gjithë ato PS-s ku kanë mbetur veteranët Erion Braçe dhe Pandeli Majko dhe në një zot tjetër apo Petro Koshi tjetër. Braçe ka një sfidë madhe për bashkinë, po. Unë e përgëzoj zotin Erion Braçe, edhe pse nuk kam lidhje as jam takuar ndonjëherë, po për këtë sfidë për Tiranën e përgëzoj dhe besoj që ai po të zgjidhet do bëjë diçka, sepse është në atë moshë që ai nuk e ka më atë në këtë karrierë, i ka kryer karrierë, nuk e ka më atë moshë të kem sa më shumë. Ai e mbyll ciklin e jetës dhe ciklin e politikës, edhe pse është mbi 50 vjeç apo ku kalon 50 vjeç, cikli i karrierës është mbyllur për mua them. Edhe cikli i jetës për të bërë diçka tashu, çka ke bërë. Pastaj mendoj unë njeriu duhet jetojë për të bërë mirë, bamirësi, të mira në këtë botë që të një jetë sa më të mirë ku të ndrojë jetë. Dhe unë e përkrah zotin Braçe për këtë gjë. Do jem tifoz i tij, edhe pse nuk votoj në Tiranë, në këtë rast jam tifoz i tij. Edhe e përkrah dhe lusja i të fitoj. Për ta mbyllur me Spiro Palën, se më thatë 15 ditë vendimtare për Ramën, po ndoshta këto 15 ditë janë vendimtare edhe për fatin e saj në PS, çfarë ndodh më pas? Si shikoni punën e saj më pak fjalë? Spiro Pali ka një lot të fuqishëm dhe do qëndrojë me 2 këmbët në tokë. Ndoshta për 6 muaj një vit do jetë në hije, po përsëri do jetë, sepse njerëzit që i kanë mbas, që nuk janë të Shqipërisë, janë njerëz shumë të fuqishëm në botë, që dhe Rama i di se kush janë dhe ai i tremet asaj, janë më të fuqishëm dhe te balluku që Rama e mbron, sepse ai nuk ka mbrojtje e lobeve të huaja, po ka mbrojtjen e Ramës, edhe të njohjet Greqisë, nëse Spiro Pali ka njohje shumë fuqishme dhe mbrojtje, po them si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si të Turqisë që ka lënë një emër të mirë në takime diplomatike këtej, po dhe shumë vende të tjera. Dhe shumë e fuqishëm po i them nga lobe. Edhe është dhe e re, edhe mund të ecë përpara. Unë besoj që nuk do të gëzohet. Sepse nga momenti që ne jemi mësuar që të zgjatem në mbledhjen e PS-s ku Rama si një diktator ka urdhëruar ditë për jashtë i ikti edhe me gazetari këta ka treguar ajo, edhe të tjerë kanë dalë, kanë bërë ato që ka thënë ai, ndërsa ajo që ndrove aty me dukam në mbledhjen e saj të PS-s, në aty ku ka dhënë kontributin e vet edhe si antare, edhe si ministër, edhe si deputete. Dhe e përkrah këtë, Spiro Palin edhe pse ka dhe një rënje them nga çamëria, i çik pak çami ku i thonë, është me rënje nga çamëria nga gjyshja, por do qëndrojë ajo. Zoti Valla, për ta mbyllur me situatën në Maqedoninë e Veriut, ka pas një debat
ditët e fundit për korridorin e 8, që sipas një pjese të politikës shqiptare atje, Serbia po tenton ta bllokojë për ta devijuar. Jo vetëm Serbia dhe Greqia kanë tentuar ta devijojnë ndër vite korridorin 8, sepse korridori 8 si projekt ka nisur që në 94. Grekët arritën ta bllokojnë kaq vite me serbët dhe i ndërtuan rrugët e tyre. Për shembull, Greqia ka ndërtuar korridorin e saj Ionian, që i thonë nga porti i Gumenicës dhe kalon në Bullgari, kalon Serbi, edhe pse është rrugë e largët, krahasim me Shqipërinë, por është rrugë autostradë me 2-3 krosi, secila hap, dhe i jep lehtësira shoferëve të transportit. Është rrugë e largët, ka shumë pagesa rrugore, por është një udhëtim i qetë dhe i sigurt. Në krahasim me Shqipërinë, që nuk këto vite neve nuk i bëm këtë rrugë, kanë qenë prioritet korridor dhe kanë qenë ashtu. Edhe këtë rast, Maqedonia për korridorin 8 nuk është në një gjë shumë pak kilometra ka Maqedonia me Shqipërinë për t'i bërë. Po ja që nuk i bën. Se po t'i shohim Shkup, Gjevgjeli, që janë 200 km për 180 e kanë marrua autostrade për Greqi, për Serbi, Maqedonia nuk ka si problem dhe për Bullgari, rruga autoban dhe autostradë. Kurse me Shqipërinë që jemi shumë afër me njëri tjetrin, që ka shumë afër, shumë pak kilometra, nuk po i bën. Ne kemi rreth 50 kilometra këtë shop, Struka që nga viti 2014, 10 kilometra kanë mbaruar. Kjo është dhe full pjesa më e madhe, krahasim me rrugën e kombit që bëjnë atë kohë zoti Sali Berisha, apo tunelin e Krapës që u arrit po në kohën e zotit Sali Berisha. Për fatin e keq, zoti Rama nuk bëri asnjë kilometër të saktë dhe cilësore të rrugëve të Shqipërisë, ku unë bëj krahasimin me ndërtimin e rrugëve në Maqedoni. Dhe ndërtimi i rrugëve në Shqipëri, po t'i krahasojmë, janë si nata me ditën, domethënë punët bëhen dhe këtu janë më të lira se Shqipëria, kanë më shumë punë, bëhen, po kene vjedhja është e madhe e njerëzve që merren, po ta shikojmë ndërtimin e rrugës të qaftanës që e bëri një ndërmarrje maqedonase në kohën e zotit Fatosnano dhe ti ka kaluar kaq vite, 25 vite, që ajo rrugë akoma funksionon, po ta shikojmë rrugën e qaftanës e tjerë. Se kanë ato, unë nuk jam inxhinier rrugësh apo teknik, po i shikoj si bëhet ngjeshja, nuk bëhet me zhavor ashtu, po bëhet me gur të mëdhenj që janë pjesë mermeri, kanë pak, domethënë maleve shtypet, jo zhavor. Zhavori shkërmoqet dhe kthehet në rër. Pra gabimi jonë është që ato ndërmarrje morën zhavor nga lumi Shkumbin dhe nuk morën nga malet afër që po t'i shikojmë dikur ka marrë firma Maqedone dhe bëri rrugën e qaftanës në atë kohë sa kilometra bëri. Zoti Dhat, falenderoj shumë edhe një herë për gjitha çështjet që trajtuam në këtë bisedë. Faleminderit edhe juve.